kush u kap nga policia, u proceduan, u ndaluan dhe madje u arrestuan pikërisht përfaqësuesit e opozitës, të cilët kishin kapur Hajdutin. Policia dhe task forca pra u vënë në shërbim direkt të Ramës. Unë po them dhe diçka tjetër që e kam thënë dhe në momentin që do e vërtetoj, sigurisht do ta denoncoj edhe publikisht. Kam përshtypjen që kjo task forca është përpjekur të përdor skemën e Belerit, si u fut në kurth Beleri, edhe këtë herë ndaj opozitës. Unë kam ca raste personale që dyshoj fort që janë provokime dhe ngritje kurthi, që thash në momentin që do t'i vërtetoj, sepse po mere me to, në momentin që do i vërtetoj, do t'i denoncoj publikisht, por kam përshtypjen që task forca më shumë është marrë dhe është përpjekur të kapi opozitën, thonjza, edhe për këto raste, pra edhe për Bleri, edhe për duke ngritur kurthe, thash si rasti i Belerit të ngjashme, se sa të merret me ata që realisht kanë përdorur çdo formë për të blerë, për të joshur, për të bërë presion votuesit etj. Në fund fare kë kapi, edhe kjo në thonjza gjithmonë. U mor me një kandidat agrodukës dhe me ato të Tom Doshit që po i prishin punë Ramës. Dhe thelbi ose simboli që vërteton këtë që unë po them, është rasti i kryetarit të Bashkisë së Maudejës. Sot i vajti Rama dhe akuzoi publikisht se po i luante me dy porta, që nuk kuptonte që po luante me Tom Doshin, mbas 2 ditësh i vajti Spaku dhe i bëri sekuestro e çaj bëri. Më ashiqare, më hapë se bashkëpunimi i task forces me Ramën nuk ka të ku të dalë. Pra, e gjitha kjo dhe faktet që dolën tash së fundmi nëpërmjet antimafjes italiane. Ky Poja, visi që është nipi i Xhevdetit. Dhe vetë do Poja si band kriminal